shqiptarët e Maqedonisë kanë një problem kardinal kështu aktualisht. Në krahasim me shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë, që u thoshin asoj, jahudite shqiptarëve. Se gjithmonë pas pareve nuk u i ka interesu shkolla shumë, vetëm me po... Dakor? Sot e kemi një problem të mërshëm në Maqedoni, ku shoku im i ngushtë me cilin jam rritun, më thot mu ti e të rathar, unë i thëm pse, thot se ti shkruan kundër islamit, ose kundër xhamis, ose kundër pashkruajnë kur kundër islamit ose kundër xhamis, sepse këto janë doktrina ose janë fe, të cilat unë me gjitha të kam doktoru në teologji edhe i njoh fet, nuk kam problem me fet, mirë po në çdo fshat Maqedonisë, në çdo katund ke shkollë turke, ke investime arabe drejta, kështu direkt, kështu që futen, edhe ato shokët e mi, miqtë e mi, dashurit e mi, të merajnë kur thotë se nuk është ekspansion, nuk është ndikim direkt, a kupton? Pastaj gjejnë edhe një Mirë, edhe një pyetje këtu. Kur zakonisht e kam pa do reagim se thonë pjesa muslimane ka rujt identitetin shqiptar. I beson ti kësaj? Pra aty se ke pas reagim. Po, ke pas reagimin. Kolla tashmë. Ashtu është. Mirë reagim e kam pasur e kundër Kim Mehmetit. Kim Mehmeti është një gjallë. Mos e nuk kemi drejt me çan se është. Ja, absolutisht, është gjallë shumë i mirë, i mençur, është simpatik, kështu. Okej, që e lash si emër, e nxjerrim jashtë kontekstit. Islami e ka mbrojtur identitetin shqiptar në Maqedoni, është e kundërta. Islami e ka barikadu, e ka bloku identitetin shqiptar në Maqedoni. Nuk është e rastit që komplet analfabetizmi, grada e shkalla e alfabetizmit në Maqedoni është katastrofale, jo për shkak se islamizmi e ka ndihmu ose dikush tjetër, por sepse islamizmi e ka bllokuar fare. Ne i dim disa sende. Unë kam lindë atje, jam rrit atje. Hoxhëllart, imamët kanë qenë gjithmonë informantët e udbës. Papa im thonë të mua edhe pse ka qenë prite Hafez Kamberën ose Hafez Asipin se shkoj tash ja futi në udbë me sapa. Sa fale. Mos ke rati viktime këtyne hoxhallarëve? Natyrisht, unë i kam pas edhe dëshmitar ato. Edhi mos flas. Dënimin 6 vjet burg e ke marrë nga kjo. Për kontrë, natyrisht, unë i kam pas 108, i kam pas ose kushëri ose imama. Leta ta që flasin, bëjnë budallëqe ose... Tash, pse mu më dhem, pse reagojnë në mënyrë aq agresive kundër atij debatit, kundër atij shkrimtarit, të cilit nuk ja përmendim emrin për shkak se është këtu. Së është këtu. Si ka mundësi? Unë jam historian, unë merrem me fakte. Qa ka ndodhur 1945 deri 1989, rënja e Jugosllavisë, nisja e këtyne farë proceseve që kemi pas ne këtu, okej? Deli njëri, pa përgjegjësinë minimale kështu, njerëzore, humane, absolutisht pa pas kur një argument dikon, edhe me adhon kështu mi thonë, hajtë që këtë ke argument dhe dil në shit tash bos. Si ka mundësi, pa përgjegjësi me dalë, me thonë, e para, nënat tona me qëllim kanë ndajt brenda mureve, me na rujt ne nga asimilimi. Gjëje këto. E dyta, nënat tona kanë ndajt brenda mureve, me qëllim për me na mbrojt neve për mos më u bë ortodoks ose diçka. Kjo është turpi më i madh intelektual, njerëzor, human, antifaktik, anse se nuk ke, jo vetëm që s'ke fakte, po është absurd, është e tash, natyrisht, ti ke pa edhe këto, ne jemi të dy gazetare, dhe kemi puno për gazeta, kështu, del gazetari dikun me një gazet tjetër, apo kudo, edhe i bën thirrje popullit me pogru shtet. Kjo ndodh vetëm te ne.
Këtu do ndalim. A më kupton? Për arsye se Ose ai del thot Islami e ka mbroj cili me çfarë argumentesh njerëzore